Një sherr I cili ka marrë për masa është regjistruar mbrëmjen e kaluar në zonën e tregut të Orizit në Vlorë, ndërsa policia ka ndryrë për të bërë të mundur shuarjen e konfliktit midis disa personave. Ngjarja ndodhi në zonën e njohur si tregu I Orizit, por autorët dhe personat e përfshirë në këtë sherr janë kapur në zonën e Skelës. Sipas burimeve nga policia, sherri nisi për motive ende të paqarta dhe situata agravoi për disa minuta. Menjëherë pas njoftimit, forcat e policisë mbritën në zonë dhe ndryrën për të ndarë personat e përfshirë në këtë konflikt, ndërsa disa të tjerë u larguan dhe policia më pas I kapi ata disa metra larg nga vendi I ngjarjes. Por gjatë kësaj të mërkure, policia e Vlorës ka sqaruar në një komunikat për shtyp edhe ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e të martës. Sipas policisë, specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e Vlorës arrestuan në flagrant shtetasin iniciale AL, 47 vjeç banues në Vlorë, për veprën penale plagosje rënd me dashje, pasi mbrëmjen e djeshme në lagjen Isa Bolitini dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobta ka goditur me mjet të mprekt Kaçavit, shtetasin me iniciale DZ, 25 vjeç, banues në Vlorë. Policia thot se I dëmtuari po merr mjekimin në spitalin e Vlorës dhe është jashtë rrezikut për jetën.